Për datën 26 mars 2025, territori i Kosovës pritet të ketë një mod të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 8 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 11 gradë, Skënderaj 6 deri në 12 gradë Celsius, Pej 10 deri në 14 gradë, Prishtinë 7 deri në 12 gradë, Gjakov 7 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 7 deri në 12 gradë, Gjilan 7 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 7 deri në 12 gradë, Kaçanik 8 deri në 13 gradë, Suharek 7 deri në 16 gradë, Prizren 7 deri në 11 gradë Celsius,